Të ndëruar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala na krijoi në kombe të ndryshme, në ngjyra të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, në vende të ndryshme, në forma të ndryshme nga madhësia dhe forma të tjera, por megjithatë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an naftoi dhe bën thirrje që të njihemi mes veti, që të bashkëpunojmë mes veti, që të lidhim ura bashkëpunimi mes veti. Andaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Hujurat: "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum." O ju njerëz, ju kam krijuar ose ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, pra nga Ademi alayhi salam dhe Hawa. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, dhe ju kemi bë popuj dhe fise. Pse ja Rabbel Alamin? Pse në ndave në popuj, pastaj mbrenda popullit në ndave në fise, në kabile të ndryshme, në familje të ndryshme. Cili është qëllimi? Allahu tregon subhanahu wa ta'ala: li ta'arafu, që të njiheni, që të bashkëpunoni, që të ndihmoni njëri tjetrin. Inna akramakum, por mos harani. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, por dini se më i miri te Zoti për ju është ai që është më i devotshëm. Pra nuk ka rëndësi çfarë këmësie keni, nuk ka rëndësi çfarë gjuhë keni, por ju duhet bashkëpunoni njëri me tjetrin, duhet njihni njëri me tjetrin, dhe kjo nuk ju bën, nuk ju jep përparësi te Allahu Azza wa Jall, përveç me vepra të mira, përveç me cilësi të mira, përveç me vlera të mira. Ajo e bën diferencën të dashur vëllezër besimtar mes njeriu të mirë dhe jo të mirë, vlerat, puna e mirë, vepra e mirë. Dy të dashur vëllezër besimtar, rëndësia e urave mes njerëzve, mes popujve është po ashtu, përveç që është thirrje hyjnore, është edhe e rëndësishme, sepse sa më shumë njohje, sa më shumë komunikim, sa më shumë ura lidhse mes veti, aq më pak urrëtie, aq më pak vrasje, aq më pak luftra, aq më pak përçarje. Andaj s'ka dyshim se largimi ndaj njëri tjetrit, kthimi shpinës ndaj njëri tjetrit, mos njohja njëri tjetrit, ta jep ndoshta një imazh të gabuar për ato që nuk e njeh. Dhe krijon veten tonë një imazh të gabuar, qoftë për një individ, qoftë për një popull të caktuar. Andaj Allahu bën thirrje që të afrohemi mes veti, që të lidhim ura bashkëpunimi mes veti në mënyrë që të bashkëpunojmë, të duhemi, por dhe të largojmë minimumi urrëtiet, përçarjet e edhe luftrat, të cilat janë shtu në kohën e fundit dhe përshtohen çdo ditë më tepër, dhe fatkeqësisht në kurriz të muslimanëve, e edhe më fatkeqësisht shumë prej tyre në mes muslimanëve, në mes veti. Andaj të dashur vëllezër besimtar, kjo është rregull edhe për popull, por edhe për individ. Sa më shumë që kemi një komunikim me njëri tjetrin, aq më shumë do të gjejmë gjuhë të përbashkëta. Dhe sa më larg njëri tjetrit, dhe sa më i vogël komunikimi me njëri tjetrin, krijon ndalësira, krijon përçarje, krijon paragjykime. Andaj dashur vëllezër besimtar, është për tu vlerësuar edhe shteti ynë vizionar në ndërtimin e urave që ka pas për Kosovën, duke fillu prej moti, por në veçanti para luftës, dhe si rezultat i këtyre urave që kanë ndërtu udhëheqësit tanë, që disa për tyre tashmë nuk janë gjallë,
erdhi edhe pavarësia, erdhi edhe NATO dhe sot po vazhdojnë të mirat e miqve tonë si rezultat i njohjes dhe urave që kanë ndërlidh ky vend dhe po vazhdon të mbajë edhe sot. Njëherë kishme një president i cili ndërtoi ura të mirë me miqton dhe cilat pastaj dhanë rezultate pozitive të nderuar vëllezër besimtar. Po edhe tash kemi udhëheqës, e kemi edhe presidente cila tash vizitoi disa vende islame që ndoshta dikush prej popullit as nuk i kanë njoft, por cilat kanë kontribu për këtë vend, për shtetin ton, për pavarësinë ton dhe kanë ndihmu popullin ton. Andaj këto ura dashur vëllezër besimtar, kemi pas nevojë në luftë, kemi nevojë për to edhe në paqe, sepse kështu bëhemi më të mirë, kështu bëhemi më të fortë, kështu na dojmë më tepër dhe kështu krijojmë sigurisht edhe përkrahje më të madhe edhe prej miqve të mbrëmshëm dhe atyre të jashtëm ndërkombëtar padyshim. Dhe si rezultat pastaj i hapjes së dyerve dhe ndërtimit të urave nga shteti, edhe institucioni ynë i nderuar Bashkia Islame e Kosovës është duke ndërtu ura bashkëpunimi të mbranshëm me institucionet tona, me organizata të ndryshme, por edhe me shtete të tjera dhe me vende dhe popuj, në veçanti me ata cilët kemi një lidhje të veçantë, kemi një lidhje përveç atyre interesave material dhe shtetëror, me disa vende dhe disa popuj kemi dhe një lidhje të veçantë, ajo është lidhja shpirtërore. Andaj lidhjet me ta, afrimi me ta, bashkëpunimi me ata popuj dhe ndërtimi i urave mes nesh dhe tyre është i mirëseardhur edhe për vendin, edhe për popullin, për besimtarët në veçanti. Andaj gjatë tyre ditëve jemi duke përjetu vërtet disa ngjarje unike, të ralla, e disa për herë të parë që po ndodhin në Kosovën tonë. Si që në ngarat ndërkombëtare të Kur'anit, cilat kanë fillu dje në organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Fesë Arabisë Saudite, për herë të parë po mbahen ngarat nivelin ndërkombëtar këtu në Kosovë. Andaj ftoj dashur besimtar që të vizitoni këto vende, këto ngjarje, nga sa ato po garohet në librin e Allahut subhanahu wa taala. Ato po garohen në librin e Allahut azza wa jall. Kush e ka mësuar më mirë me lexu, e kush e ka mësuar më mirë me përmendesh prej Kosovës, por jo vetëm prej Kosovës. Ato ka bereqet, ato ka mirëtësi. Inna Allahu thot profeti alayhi salatu wasalam, ngrit me këtë Kur'an popuj dhe fundos popuj të tjerë. Pra ngrit ata popuj cilët i kushtojnë vëmendje Kur'anit dhe i fundos shkatron ata popuj të cilët ja kthejnë shpinën Kur'anit. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Ky është libri i cili nuk ka dyshim, andaj të marrërit me Kur'an, me lexim, me mësim, me praktikim, me mësim përmendesh, edhe me gara është e ibadeteve të veçanta. Po është dashur vëllezër besimtar një prej ngjarjeve gjithashtu të veçanta, dhe në hera e parë që organizohet një ngjarje e tillë në kryeqytetin tonë është edhe ekspozita urat, e cila përveç se na lidh me Arabin, me traditën arabe, ajo na lidh edhe më shumë me vendet e shenjta Mekën dhe Medinën. Dhe këtu dashur vëllezër besimtar, e kam edhe një mesazh për veti, për Bashkinë Islame, për hoxhallarët, po edhe për besimtarët. Që bëjmë sa më tepër aktivitete të tilla dobishme në shesh, në qytetin tonë dhe në qytete tjera. Pra një prej mënyrave për me e luftu të keqen është me përhap të mirën. Jemi pak dembel dashur vëllezër besimtar. Të tjerët po punojnë më shumë, ata po ofrojnë më shumë. Komuna, shteti ka tregu se dyert i keni të hapura. Dyert i keni të hapura. Sheshi është i gjithëve, e mbas shumë të atyre që janë në përqindje të madhe ndoshta. Por faji është edhe tek ne, sepse nuk jemi sa duhet të vëmendshëm dhe nuk ofrojmë sa duhet alternativa dhe aktivitete për shoqërinë, cilat vërtet kishin më prit mirë. Qysh po pritet ky aktivitet tash në shesh, subhanallah.
plot mirësi, pa alkool, pa muzikë, pa haram, pa drogë, pa kur gjatë keqe, vetëm gjona pozitive për fëmijët, për familjen dhe për popullin përgjithësi. Po ashtu dashur vëllezër besimtarë, në këtë kuadër të ndërtimit të urat Bashkisë Islame të Kosovës me shtetet mike, Turqia, Katari, Egjipti, Arabia Saudite në veçanti, është edhe sjellja ftesa e hoxhallarëve, dietarëve, në veçanti e imamëve të Çabës për vizitë në Kosovë. Andaj tash sot dje ka ardhur imami tjetër për ta vizituar Kosovën, njëri prej imamëve më të dalluar me zërin e tij dhe këndimin e tij të bukur, i cili do të qëndrojë disa ditë në Kosovë, do të vizitojë disa xhami në Kosovë, ku do t'ju pri disa herë pra besimtarën e këto vakte. Krejt të dashur vëllezër besimtarë janë rezultat i ndërtimit të urave mes popujve, mes neve dhe të tjerëve, sepse kemi nevojë për ata, por edhe ne kemi çka t'i japim. Andaj mesazhi ynë, Allah ka thonë, ne kemi dërguar profetin rahmetun lil alamin, mëshirë për gjithë njerëzit. Andaj duhet të ofrojmë, duhet të komunikojmë, duhet të tregojmë se edhe ne kemi çka t'u japim. Në sajt e këtij bashkëpunimi dashur vëllezër besimtar, jo vetëm ka vazhduar bashkëpunimi ose edhe në fusha të tjera, për shembull para vitit të ri, Bashkia Islame ka siguruar 500 ndihma ose bursa ose mbështetje financiare për 500 jetim, po ashtu nga Arabia Saudite, nga Ministria e Fesë. Gjithashtu janë shpërndarë në Ramazan edhe 8.000 pako ushqimore për nevojtar. Krejto edhe shumë të mira tjera të shumë dashur vëllezër besimtar që i kemi pa dhe i kemi vrejt prej pas luftës, edhe sot janë si rezultat i bashkëpunimit të mirë që kanë institucionet tona me shtetet mike, me popujt mik të cilët ja dojnë të mirën vendit, ja dojnë të mirën Kosovës dhe ja dojnë të mirën këtij populli. Andaj dashur vëllezër besimtar, shfrytëzoj rastin që në këtë kuadër ta përcjell dhe një mesazh tjetër të Bashkisë Islame të Kosovës, i cili tërheq vërejtjen dhe vëmendjen dhe kërkon vigjilencën e shtuar të besimtarëve, sepse jo të gjitha shtetet ja dojnë të mirën këtij vendi, jo të gjithë popujt ja dojnë të mirën këtij vendi, jo të dashur vëllezër besimtar, e kemi në veçanti një kojshi i cili ditë dhe natë punon dhe investon për ta dëmtuar vendin ton, për ta dëmtuar Kosovën ton, mënyra të ndryshme, nuk zgjedh mënyra dhe metoda, ai përdor të gjitha metodat, kanë për qëllim armikun, e kanë për qëllim Serbinë, e cila edhe sot dhe tutje mundohet me dëmtuar Kosovën dhe atje në forma të ndryshme, madje edhe në gjëra jashtëzakonisht të ndijshme, siç është feja. Andaj e kemi pa ditëve të fundit se janë zbuluar agent në fusha të ndryshme që i kanë shërbyer Serbisë, e edhe në fushë të fesë, pra janë të rekrutuar agent dashur vëllezër besimtar që të infiltrohen në për xhami dhe në për xhamate në mënyrë që të përçojnë xhamatin, por edhe të krijojnë përçarje dhe ta dëmtojnë imazhin e muslimanëve, imazhin e Bashkisë Islame të Kosovës dhe imazhin e Islamit në përgjithësi. Por kjo nuk ka të bëjë me Islam të dashur vëllezër besimtar, përkundër këtyre tentativave, të cilat nuk jemi habitur pse i bën Serbia, nga se ata e kanë mision. Por ne duhet jemi të vëmendshëm, ne duhet jemi të kujdesshëm, në veçanti rinia të dashur vëllezër besimtar, thot profeti alayhi salatu wasalam, inna hadha al-ilm ad-din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kjo dije, pra dija që e merrni, ligjëratat që ju ndëgjoni, mësimet që ju i merrni, janë fe, janë din, andaj shiqoni prej kujt po e merrni fe. Keni kujdes të dashur vëllezër besimtar, fen merrni prej hoxhallarëve, prej xhamieve, prej hoxhallarëve të dëshmuar, të cilët punojnë, janë të njohur për dijen, devotshmërinë, takvallahun dhe dëshirën, kontributin që kanë dhënë për këtë vend dhe për këtë popull. Dhe runu prej adresave të dyshimta, prej njerëzve të dyshimt, të cilët nën petkun e fesë ndoshta përçojnë, mundohen me përçuar edhe mesazhe të tjera të cilat e dëmtojnë fen, e dëmtojnë vendin dhe e dëmtojnë neve si besimtar në veçanti. Allahu na mundsoft
të ndërtojmë ura bashkëpunimi e komunikimi. Allahu na ruajt prej sherrit të atyre të cilët fusin intriga dhe helën në këtë shoqëri. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.